Përshëndetje, të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e ujorit për muajin korrik. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajt, videot e javës, por dhe videot e hënës së re, sepse kanë ndikimet të gjithë secili prej nesh. Dhe shohim energjinë tuaj, unë i hapa më përpara letrat, por ndodhi që videoa nuk u regjistruan. Dhe kam hapur vetëm javën e parë. Gjithsesi, këtë video mund ta ndikni dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e ujorit. Atëherë, në javën e parë, ju shoh që tregojeni pak të mbyllur në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja. Shoh që ju mungon dashuria. Një pjesë prej jush, të gjithë ata që janë single, ndoshta ju mungon një dashuri, një person. Për pjesën tjetër, mund të keni një person dhe ju mungon ky person. Mund të jetë një person në distancë, mund të jetë një person që jeni shkputur dhe është ai fillimi i javës që ju do ndjeni mungesën e këtij personi. Ndërkohë, ju shoh që ju mund të ndjeni të lodhur fizikisht, por mund të ndjeni dhe mungesën e parave për një pjesë tjetër. Edhe pse shoh që ju do merrni disa para, ndoshta dhe do investoni dhe do ngeleni pa para në përduar. Në mesin e javës, shoh që jeni mbyllur në veten tuaj, keni nevojë të qëndroni me veten, shkëputeni nga jeta sociale, rrjetet sociale dhe jeni duke menduar se si të jepni drejtim njohjeve ose lidhjeve që keni, por dhe marrëdhënieve, por ose familjes tuaj, shtëpisë tuaj, kurse në rastin tjetër ju shoh që ju mund të mendoni si të jepni drejtim me këtë person që mund të jeni ose në distancë ose mund të jeni shkputur nga ky person, sepse personi ju mungon. Duhet keni kujdes me shëndetin gjatë fillimit të javës së parë, por ndërkohë ju shoh shumë të lodhur fizikisht. Dhe vazhdojmë në fund të javës, një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave dhe kjo gjë ju ka lodhur. Ndoshta mund të jeni në një njohje, në një lidhje ose nuk e di, por ju ka lodhur një situatë pritjeje. Mund të jeni në dilema dhe në pritjen e këtij personi, nëse duhet ta prisni ose jo. Në rastin tjetër, një pjesë prej jush mund të jeni midis dy personave. Për disa të tjerë mund të jeni midis punës dhe familjes. Ose mund të jeni edhe midis dy punëve, dy situatave, dy çështjeve të ndryshme. Dhe kjo gjë ju ka futur pak në dilema, nuk dini se çfarë të bëni, si të zgjidhni një situatë. Dhe jeni në pritje të një përgjigjeje, ju shoh. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Dhe nuk tham, këtu keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjia e shenjës së demit, energji toke, por dhe energji zjarri. Ndërsa këtu shohim kemi energjinë të shenjave të ujit, energjinë e shenjës së peshores, por kemi edhe energjinë e shenjës së ujorit. Gjithsesi, shoh që ju keni manifestuar për të realizuar diçka. Ndoshta në lidhje me një person që mund të me një dashuri ju dëshironi të futeni, të keni një njohje dhe jeni duke manifestuar këtë. Në rastin tjetër mund të jeni duke manifestuar në lidhje me një person, ju dëshironi të jeni afër me personin. Mos keni këtë distancë që mund të keni ose një shkëputje që mund të keni. Por gjithsesi shoh një realizim këtu. Ju do të jepni zgjidhje situatave, edhe për të gjithë ata që janë në marrëdhënie, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, por mund të jepni zgjidhje edhe ju dëshironi të largoheni, të shkoni diku me pushime dhe shoh një realizim dhe i jepni zgjidhje kësaj situate. Dhe ju shoh që do jeni shumë festiv, do jeni duke festuar. Por shoh që nuk e di, në një moment në fund të javës do bini pak të trishtuar. Ndoshta për pjesën e beqarëve mund të jetë një person që afrohet, por ju nuk e shikoni. Ju merrni pjesë në një festë, ky person tërhiqet nga ju, por ju jeni duke mos e parë këtë person, sepse jeni përqendruar ndoshta në një lloj trishtimi ku mendoni se ju nuk po gjeni një person. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, shoh që gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje,
mund të shkoni me pushime, do ndjeni mirë, mund të zgjidhni dhe situata nga e kaluara, ose situata që mund të keni pasur, në lidhje me një distancim, me një shkputje që mund të keni pasur, dhe unë ju shoh që ju do jeni duke e festuar, por përsëri dhe pse e festoni, bini të trishtuar dhe pse shkoni me pushime. Dhe këtu flasim për atë pjesë që ndihen në situata të tilla, jo të gjithë do jenë kështu. Kjo energji erdhi. Ndërsa për një pjesë tjetër, i shoh që mund të keni probleme në lidhje me, ose jo probleme, por mund të keni çështje gjyqësore, mund të jetë një divorc, mund të jetë çështje të ndryshme që keni me gjykata, me prokurorit ose diçka tjetër, dhe ju shoh që ju dëshironi të realizoni diçka. Mund të mbështesni një person i shoqërisë tuaj, ose ju mund të merrni dhe lajme të mira dhe kjo gjë t'ju gëzoj, por përsëri sikur edhe pse do gëzoni, përsëri do ngelni pak të trishtuar në lidhje me këtë gjë. Ndërsa në lidhje me punën nga ana ekonomike, dhe aty shoh një lloj realizimi, jepni zgjidhje situatave, do jeni duke e festuar, thjesht ju shoh që do keni dhe një ofertë, por ju jeni përqendruar te një situatë trishtimi në fund të javës. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, të ujit, por edhe të tokës. Gjithsesi, ju shoh mund të keni dashëdende në oceanë në këto shenja. Gjithsesi, ju shoh që ju dëshironi të jepni drejtim disa situatave që mund të keni pasur të vështira në njohje, lidhje, marrëdhënie në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, në një rast. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punë ose nga ana ekonomike. Ose ju dëshironi të lini mbrapa gjithçka dhe të shkoni me pushime, të qetësoheni, sepse shoh që keni kaluar shumë vështirësi dhe keni të nevojshëm një pushim. Disa prej jush, ju shoh në udhëtime, mund të jenë udhëtime për pushime, mund të jetë udhëtime pune, por që këto udhëtime do kenë lidhje me diçka që ju dëshironi të jepni drejtim. Dhe ju shoh që largoheni, për pjesën e personave që janë beqar, mund të dilni së bashku në një vend me ujë, dhe shoh që largoheni nga ky lloj trishtimi për të marrë një drejtim më të qetë për veten tuaj. Dhe shoh që do jepni dhe do merrni me këtë person. Një pjesë prej jush, ju shoh ndoshta do shkëmbeni SMS, do dilni me personin, do flisni nga afër. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të shkoni në një udhëtim, mendoni për anën ekonomike, dëshironi të ikni sa më shpejt për të qetësuar për veten tuaj, dhe shoh që do merrni disa para dhe do t'i shpenzoni të gjitha këto para që do merrni, që mendoni për të marrë me vete, ose që i keni planifikuar për pushimet tuaja. Gjithsesi, është një javë që ju largoheni për të pushuar, dëshironi të jeni të qetë, dhe nga ana ekonomike thash mund merrni disa para nga puna juaj, por ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i shpenzoni. Ose do jeni duke mbështetur, duke ndihmuar një nga fëmijët tuaj, një nga prindrit tuaj, nuk e di, ose një të afërmin tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh që dëshironi të bëni fillime të reja, dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së denit, energjitë shenjave të ajrit, dhe kemi energjinë e shenjës së demit përsëri, peshore dhe shigjetar. Atëherë ju shoh në fillime të reja, ju shoh edhe në javën e parë që mbylleni pak brenda vetes, por dhe në javën e tretë do dëshironi të rini me veten tuaj. Ndoshta ju dëshironi të rini në qetësinë tuaj, të shkëputeni nga gjithçka për të bërë pushimet, për të qenë të qetë. Dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë gjërave, ose një pjesë prej jush për të bërë një fillim të ri, për të futur në një njohje të re, ose për t'i dhënë drejtim njohjeve, lidhjeve dhe marrëdhënieve tuaja. Në mesin e javës së katërt, ju shoh që do ndjeni shumë konfuz, nuk do t'jepni dot zgjidhje situatave, sikur dëshironi të mbroni veten nga një zhgënjim, nuk e di çfarë zhgënjimi është ky, ose ju mund të ndjeni pak të mërzitur, edhe do ndjeni pak konfuz në lidhje me pushimet që do bëni, ose nuk e di, por gjithsesi shoh që do keni fillime të reja.
Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Për një pjesë prej jush mund të keni, nuk jepni dot zgjidhje punës tuaj, dëshironi të shkoni me pushime, nuk ju japin leje dhe aty sigurisht gënjeheni. Gjithsesi unë shoh në fund të javës do keni fillime që do marrin zhvillime të mira. Ju mund të filloni një dashuri të re, një njohje të re, të futeni në një njohje, një punë të re, një projekt, një bashkëpunim, ose një aktivitet privat. Varet se çfarë dëshironi ju të filloni. Mund të filloni një kurs, një trajnim, nuk e di. Por që do marrë zhvillime shumë të mira. Ndërkohë një pjesë prej jush do kenë shtatzani, sepse jemi dhe në muajin e gafores, që është ka lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen, dhe shoh do keni një shtatzani, por do jetë një shtatzani që do t'ju sjelli fat dhe do ketë një zhvillim shumë të mirë si shtatzani. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të filloni një punë të re, një projekt, një bashkëpunim, por që do marri zhvillime shumë të mira dhe shoh bollok prosperitet deri në fund të javës së 4. Gjithsesi, është një muaj fantastik. Ju shoh thjesht tregoni më të hapur në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju do realizoni diçka që keni manifestuar deri në këto momente, do të jepni zgjidhje. Do largojni me pushime ju shoh, do harxhoni disa para këtu, por ndërkohë duhet keni kujdes në lidhje me një zhgënjim në javën e 4 për të bërë një fillim të ri. Nuk e di me çfarë mund të ketë lidhje, mund të ketë lidhje në të gjitha situatat që jeni. Dhe shohim, marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon, çfarë mesazhi ju japin për muajin korrik. Atëherë kemi energji toke këtu dhe ju thot mesazhi nga angjëjt ju thot këtu do vi bollëku në jetën tuaj, një sipërmarrje biznesi, partneriteti, bashkëpunimi do jetë shumë premtuese. Ju do keni dokumenta, kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu flasim, mund të jetë një kontratë në lidhje me dashurinë, që ju takoni me një person, bini dakord me këtë person për të pasur një fillim të ri. Në rastin tjetër, mund të jetë diçka në lidhje me familjen, me shtëpinë tuaj, ose për të shkuar me pushime. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën, me anën ekonomike, për të bërë një fillim të ri. Por është një periudhë që është shumë e rëndësishme në lidhje me kontrata të ndryshme që ju do keni gjatë këtij muaji. Dhe me këto fillime të reja që ju dëshironi që të bëni. Atëherë është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në video të radhës.